juaj përmendët sfidat realiteti ose nga pa informacioni ose edhe nga pamundësia për të ditur më shumë informacion se çfarë ndodh dhe se si është jeta e këtyre të rriturve në Shqipëri, në kontekstin e realitetin ku ne jetojmë edhe sot. Si është dita tipike e një të rrituri në spektër në Shqipëri? Me thënë të drejtën, është përdore me nënën, e cila mundohet ta çojë ku jepet mundësia për një kurs, për një marrje me sport, po një aktivitet sportiv, notin apo futbollin, basketbollin, aktivitete të ndryshme ku bëhen nga një qendër në një tjetër dhe kaq. Dhe këto që i marrin këtë lloj të pak shërbime ose argëtime, janë ata që i përkasin më shumë qytetit ose Tiranës, më themi. Kurse po të shkojmë sa më thellë Shqipërisë, sa më shumë larg kryeqytetit, qoftë dhe qytet ai, atëherë fillojnë e minimizohen deri në izolim total. Koha e tyre është më shumë brenda. Koha e tyre është më shumë me veten e tyre se sa në shoqëri, sepse s'kan me çfarë të merren. Dhe prindrit nuk kanë çfarë t'i afrojnë, sepse edhe gjendja e tyre, autizmi i tyre, tashmë nuk është më si në fillim, me shpresën se të arrim ndryshim ose strukturim ose mësime, aftësim. Tashmë prindrit vetë janë dorëzuar sepse dyert janë mbyllur. Dhe ata i kanë lënë në shtëpi dhe